Nuk di me përshkru. Një gjanë që s'ka ndodhë kurrë. E kuj, një djalit mrekullueshëm, kolegus me shumë vlera, njëri që do të komunitetin në Shkodër, unë nuk arri me. Është ato kontrollet me ato pajisjet për Këshilli i Gjykatës, ka caktuar për çdo sallë gjyqit një person, kështu që ndoshta vetëm ato pajisjet që detektojnë armë, nuk e dim, duket nuk funksionojnë, kanë kohë që funksionojnë, por nuk ka kërcënime. Ka ndonjë reagim kështu, po jo kërcënime, s'kena pas. Kjo çështje mjaft problematika, që kjo ka filluar që në vitin 1994, kur gjykata e apelit ja ka njohur familjes Shkami këtë pronësinë mbi Trullin, një vendim i kontestuar prej shumë personave që ka sjell pastaj ndërkohë Bashkia e Shkodrës kishte sterhuar në shkollën rezerva, kishte sterhuar një numër konsiderueshëm rreth 30 familjesh në vitin 1992 dhe këtu kanë lënë pastaj ato. Po no, sepse derisa ato morën pra arritën me bë privatizimin, blenën ndërtesën, dhe pasi blenën ndërtesën më në fillon me kërku që të hynin në posedim ndërtesë duke nxjerrë jashtë banorët që ishin. Ky konflikt, ky është kanë pasport.